Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luze. Siguria e organizatave dhe bashkëpunimi rajonal ishin në qendër të një workshopi 2 ditor të zhvilluar në Tiranë. Aktorë të shoqërisë civile nga rajoni ndan eksperienca dhe strategji për përballimin e rreziqeve dhe forcimin e rrjeteve mbështetëse. Siguria e organizatave në Ballkanin Perëndimor po përballet me sfida të reja në një kohë kur gjeopolitika globale po ndryshon me ritme të shpejta dhe pasojat po ndihen gjithnjë më shumë edhe në nivel lokal. Në këtë kontekst, organizata nga Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor u mblodhën në një tryezë rajonale diskutimi me fokus rreziqet, qëndrueshmërinë dhe nevojën për më shumë koordinim. Takimi vuri theksin te rëndësia e bashkëpunimit rajonal, jo vetëm në nivel institucional, por edhe atë të shoqërisë civile, e cila po ndjen drejt për drejt ndikimin e pasigurisë globale. Sipas organizatorëve, ndarja e eksperiencave, identifikimi i nevojave të përbashkëta dhe ndërtimi i projekteve të përbashkëta janë element kyç për përballimin e sfidave të reja. Takimet të tilla ndihmojnë shumë edhe për të shkëmbyer eksperiencat dhe në këtë rast ndihmojnë për të kuptuar më mirë ato veçantitë që ka çdo organizat, por nga ana tjetër edhe për të ndihmuar se si neve mund të bashkëpunojmë dhe të përfitojmë nga eksperiencat e mira të njëri tjetrit. Qendra Shqiptare e Popullsinë dhe Zhvillimin është një qendër e akredituar e IPPF-it, organizatës më të madhe në shëndetin riprodhues që nga viti 1998, ndërkohë që shoqata ka 30 vite eksperiencë e cila ndihmon për të kaluar situatat vështira, sikurse shoqëria civile në përgjithësi dhe në veçanti SPD-ja ka, padyshim bashkëpunimi rajonal ndihmon për të parë ura të reja të bashkëpunimit dhe nevojën se si neve të adresojmë këto sfida dhe këto situata në situatën rajonale, por edhe duke parë mundësinë e një bashkëpunimi ndryshe. Duke pasur qëllim integrimin në Bashkimin Evropian, vendet që synojnë tregun evropian dhe organizatat e vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të forcojnë solidaritetin rajonal për një mbarvajtje më produktive. Unë jam pikë kontakti për Bashkimin Evropian në kuadër të Federatës Kombëtare Demokratike dhe jam përgjegjës për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Roli im është në praktik të ndihmoj organizata të punojnë më shumë së bashku dhe të forcojnë solidaritetin, sepse kjo nuk është një kohë kur puna e izoluar dhe individuale është produktive. Të vlerësoj dhe identifikoj nevojat e ndryshme të vendeve, por edhe të shoh cilat janë nevojat e përbashkëta të tyre, në mënyrë që të mbështes në iniciativat e mëtejshme për sigurimin e burimeve, mbledhjen e fondeve, si edhe në advokim pranë Bashkimit Evropian. Qëllimi është të sigurohet që të gjitha vendet e rajonit të jenë realisht demokratike dhe të vlerësojnë parimet e shtetit ligjor, transparencës, luftës kundër korrupsionit dhe barazisë në përgjithësi. Ky takim është mjaft i vlefshëm për sa i përket demokracisë, përfshirjes sociale dhe çështjeve të barazisë, fusha në të cilat ne si organizata ta IPPF punojmë. Siç e shihni, gjeopolitika po ndryshon dhe po kalojmë periudha të trazuara, ndaj kemi nevojë të jemi më afër njëri tjetrit. Sipas tij, vetëm duke bashkëpunuar mund të promovohen më mirë çështje si të drejtat demokratike, barazia gjinore dhe tema të tjera të rëndësishme për të gjitha vendet tona në një periudhë të paqëndrueshmërisë globale. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka shpallur 6.000 vende të lira pune, duke krijuar mundësi konkrete punësimi në të gjithë vendin. Ofertat e punës përfshin qindra pozicione në sektor të ndryshëm dhe janë të hapura për aplikim për të gjitha nivelet arsimore, nga arsimi bazë deri te arsimi i lartë dhe ai profesional. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive bën të ditur se në portalin zyrtar të punësimit puna.gov.al janë shpallur 6.000 vende të lira pune, duke krijuar mundësi konkrete punësimi për qytetarët në të gjithë vendin. Sipas AKPA, ofertat e punës përfshin qindra pozicione në sektor të ndryshëm dhe janë të hapura për aplikim për të gjitha nivelet arsimore, nga arsimi bazë deri te arsimi i lartë dhe ai profesional. Qindra pozicione në fushat të ndryshme profesionale janë të hapura, duke përfshirë pozicione si ekonomist, menaxher, specialist komunikimi, zhvillues softwaresh, inxhinier mekanik, civil
dhe të elektroteknologjisë, si edhe nën punë zyre dhe finance, drejtues në tregti dhe specialist të fushave të ndryshme teknike. Krahas këtyre, tregu ka nevojë edhe për zanatçin, si edhe një sër profesionesh të tjera që nuk kërkojnë një nivel të lartë arsimor, si punonjës pastrimi, punëtor ndërtimi, ndihmës guzhinier, rrobaqepës, sistemues malli, prodhues këpucësh, si dhe pozicione të tjera në sektorin e shërbimeve dhe prodhimit. Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive thekson se portali puna.gov.al ofron një proces aplikimi të thjeshtë, të shpejtë dhe transparent, duke u mundësuar qytetarëve të krijojnë profitin e tyre, të ngarkojnë dokumentacionin e nevojshme. Do të shkojmë një herë drejt për së drejti Ministri i Turizmit dhe Kulturës Blendi Gonxha në konferencë për mediat. Në pavarur, ata artistike, po në përgjithësi krijimtarin, mirëmbajtja dhe projektet, investime në infrastruktura dhe përmirësim të eksperiencës së vizitorëve, restaurimet zonave, objekteve historike, promovimi i siteve dhe i parqeve arkeologjike, itinerare, muzeime, mbrojtja në tërësi e trashëgimisë kulturore jo materiale edhe e diebëries, tashmë kanë marrë jetë. Po për më shumë do duhet të kalojmë në sektorët një nga një dhe do mundohem të jem sa më i përmbledhur, por meqense është konferenca e parë e vitit dhe kjo është një ministri e re dhe ky është takimi i parë si ministër i Turizmit, të Kulturës dhe i Sportit me ju shtypin dhe media në këtë format, do më duhet të jap një pasqyrë të përgjithshme për secilin sektor dhe pastaj do të shikojmë me kalimin e minutave se si do ta menaxhojmë kohën. Për turizmin, ku duhet themi e mbyllëm me 12.47 milion vizitor në vitin 2025, ose me një rritje prej 6.6% nga viti i mëparshëm, janë të rëndësishme menaxhimi dhe promovimi. Dhe këtu kemi nisur punën për digitalizimin e shërbimeve administrative përmes lëshimit online të licencave, certifikatave, lejeve të ndryshme të nënshkruara dhe të vullosura me firmë e vull elektronike. Jemi duke punuar për rritjen e hapësirës së plazhit publik, por më shumë se sa rritje e hapësirës në letër për mirë menaxhimin e stacioneve të plazhit dhe garantimin e një aksesi të përballueshëm nga qytetarët, duke sjellë si vjet risin e menaxhimit publik nga njësitë e vetqeverisjes vendore, që është një kategori e re e plazhit të menaxhuar, krahas atij që menaxhohet nga subjektet private me kontratat që janë në fuqi apo me kontratat tjera që ata në autozona dhe harta që bashkia përcakton dhe ofron, aplikojnë përmes portalit. Reduktimi i beach bareve, ulja e ndotjes mjedisore, ajo akustike dhe një risi tjetër që është rritja e këndeve të sportit dhe lojrave përbri të gjitha strukturave që lidhen me plazhin dhe me sezonin e verës. Formalizimi i tregut strukturave akomoduese është një sfidë e madhe, kemi nisur punën për të pasur shumë më tepër informacion për qirana fatshkurtër përmes regjistrimit dhe licencimit të tyre, në fillim vullnetarisht dhe në bashkëvendim me organet tatimore dhe me të gjithë aktorët e tjerë, të rrisim njëkohësisht standardet, të rrisim certifikimin, të rrisim kontrollin dhe të rrisim transparencën në sektor, kuptohet, duke eliminuar evazionin dhe duke parë më qartë të gjitha flukset hyrëse dhe të gjitha flukset konsumatore në vendin tonë sa i takon turizmit. Ndërkombëtarizimi dhe promovimi i ofertës dhe potencialit turistik të Shqipërisë, ku kuptohet që duhet të rrisim dhe po punojmë shumë fort dhe Madridi me cilin hapëm vitin panajirin Fitur e dha këtë mesazh të fortë që të rrisim praninë dhe ndikimin e tregjes ndërkombëtare përmes pjesëmarrjes në panajirë kryesore të turizmit, për më shumë edhe një pozicionim global të Shqipërisë dhe zgjerim të tregjeve turistike përmes lobimit dhe konektivitetit të udhëtarëve dhe promovimit në tregje edhe më të larta, me potencial edhe më të lartë shpenzimi dhe qëndrimi. Këtu theksojmë SBA-n, Kanadan, Azin, Japonin, Indin, Australin, Lindjen e Mesme, Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Arabinë Saudite, ku ne flasim me kulturë, natyrë dhe me eksperjenca autentike dhe ku ka shumë potencial për turizëm, jo vetëm gjatë sezonit veror në Shqipëri. Rritja e cilësisë së shërbimit turistik përmes zhvillimit të kapaciteteve njerëzore natyrisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, duke nisur punën për Akademinë Ndërkombëtare të Turizmit dhe mikpritjes në bashkëpunim me UN Tourism në Madrid, në takimet që pata me sekretarin e re të përgjithshme
vum bazat për grupin e ri të punës dhe për nisjen e punës për këtë akademi. Së shpejti do të keni informacion edhe më detajuar, ku do të kemi trajnimet vazhdueshme për stafet dhe aktorët e sektorit, certifikime sipas standardeve ndërkombëtare, përshtatjet kurikulave universitare, profesionale, me tregun e gjerë turistik, jo vetëm shqiptar. Turizmi gjithvjetor përmes turizmit të konferencave dhe eventeve, ky është një element i rëndësishëm i punës sonë për të zgjeruar, si themi, sezonin nga ai vetëm veror tek ai gjithvjetor dhe duke shkuar në të gjitha këto struktura dhe duke shkuar në të gjitha planet e zhvillimit dhe të gjitha projektet deri edhe në detajimin e projekteve të reja që licencohen, në mënyrë që strukturat hoteliere, strukturat akomoduese të përgatiten për të pasur kapacitete jo vetëm shtretër, por për të zhvilluar evente, për të zhvilluar konferenca, për të ftuar dhe përballuar aktivitete të cilat do t'i shërbenin shumë pjesës dimërore, pjesës së muajve të vështirë, ku mungon natyrisht ndoshta dielli dhe moti ftohet, dhe gjatë këtyre muajve një turizëm shumë i rëndësishëm është ai i konferencave dhe eventeve, natyrisht turizmi sportiv, ai shëndetësor, ai malor, ekoturizmi, ai gastronomik natyrisht që është një theks gjatë gjithë vitit kulturor dhe i aventurës, po i rikthehen pjesës së ditëve të vështira të dimrit, ku kemi tashmë hotelet të brandeve apo të një niveli shumë të lartë të standardeve, të cilët janë në vështirësi në muajt, të themi, tetor, mars, dhe këtu ne duhet punojmë shumë, edhe në nivel qendror, edhe në nivel vendor, për të orientuar një frekuentim i cili do të ishte i ndihmuar, i mbështetur nga çdo lloj mundësie aktivitetesh të nxitura dhe të orientuara, të dedikuara për këto muaj të vështira të dimrit. Është një punë që po bëhet me grupin e punës që sapo është ngritur në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, dhe që do të keni natyrisht më shumë informacion në vijim. Në riorganizimin institucional do theksoja organizimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit për ta përmirësuar punën e saj, Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, ku ne kemi dhe presim më shumë monetizim të shërbimeve, më shumë operim me vetë financim, më shumë angazhim në evente dhe forcim të masave administrative, eficiencë. Natyrisht do kemi dhe tarifa të reja të kustomizuara në varësi të llojeve të shërbimeve, në varësi të projekteve dhe të pilotimeve që do zhvillojmë në territor. Do të kemi platforma digjitale dhe do të modernizojmë ato aktuale, siç është TEA që kalon nivelin 4.0, ku duhet punojmë më shumë me abonime, antarësime, me rrjete ekskluzive promo, me reklama dhe me shumë inovacion. Reformat ligjore që i përmbledh janë përafrimi natyrisht me BE-n për sa i takon detyrimeve të CEFTA, për njohjen automatike të licencave që janë udhërfysi turistik, statusi special për strukturat akomoduese me 4 dhe 5 yje të shtrihet edhe në zonat urbane dhe historike, pra të mos jetë më vetëm një privilegj i Bregdetit, sepse duhet punojmë edhe për turizmin në pjesën jo vetëm pranë Bregdetit, dhe që duhet i përgjigjemi dhe interesimit dhe të gjithë potencialit që ka për investitor të rëndësishëm në të gjitha zonat e vendit. Kuptohet natyrisht që theks kryesor merr dhe turizmi urban dhe merr dhe krijimi i kushteve, siç e përmenda, pranë kryeqytetit, si do të thënë metropoleve, qyteteve të mëdha, por edhe zonave të tjera që mund të jenë malore, të Alpeve apo zona të tjera më të thella, të cilat mund të kenë struktura të tilla dhe që mund të gëzojnë status special që e gëzonin deri sot vetëm ato struktura që ishin afër Bregdetit. Thjeshtimi i procedurave për certifikimin e veprimtarisë agroturizëm duket si një fjalë e vogël apo një punë e lehtë, por në fakt për shkak të interesimit të madh që ka në gjithë territorin, ne do të shkojmë drejt një lehtësimi të procesit dhe drejt një qasje më shumë drejt tokës, prodhimit, eksperiencave në ferm, pa i ngurësuar këto aplikime dhe themi të interesuar me kritere të cilat shpesh janë bërë pengesë edhe për hapjen e këtyre strukturave dhe për dhënien jetë të nismave dhe të iniciativave investuese. Dhe këtu e theksoj të bëhemi gati dhe në kuadrin e paketës maleve që të jemi sa më fleksibël në mënyrë që çdo lloj strukture që do të propozohet dhe do të miratohet të ketë disa alternativa për të hapur dyert edhe për të shërbyer jo vetëm në akomodim, por edhe në gjithçka tjetër që lidhet me tokën, me bujqësinë, me agrikulturën, me gjithçka tjetër që lidhet pra me
hapjen e këtyre pse jo fermave, pse jo të kalojmë kohë me familjet apo me vizitorët që vinë, edhe duke parë thjesht eksperiencat e punës tyre. Pra nuk është e thënë që ke X karike, apo ke X banja, apo ke X kritere për të marrë një licencë tillë. Tu do të jemi shumë krijues në lidhje me agroturizmin, sepse janë një element shumë i rëndësishëm i një zhvillimi kapilar edhe të ekonomisë, po edhe të mirëqenies për komunitetet, po edhe të turizmit. Vjojmë artin, kulturën dhe trashëgiminë, ku ndalem kryesisht ke investimet në infrastrukturë të artit dhe të trashëgimisë. Ne bëhemi gati si vjet, megjithëse janë kantiere shumë komplekse, të hapim atraksione të reja në art dhe kulturë, siç është Galeria Kombëtare e Arteve. Na pëlqen dhe do të vijojmë ta thrasim kështu. Qendra Kulturore Kombëtare e Fëmijëve, që është një nga projektet më komplekse, më të vështira që unë kam njohur dhe që ekipi im punon aktualisht, që është pranë Gardës. Rihetëzimin e 8 kinoteatrove në bashkëpunim me QKK-n, që është Qendra Kombëtare e Kinematografisë, hapjen e shtëpisë muze Aleksandr Xhovani në Elbasan, Muzeun Arkeologjik në Durrës, që është një atraksion shumë i rëndësishëm jo vetëm për Durrësin, por në nivel kombëtar, Qendra e vizitorëve në Apolloni, Pallati i Kulturës në Mat dhe 2 kala të tjera rihetëzim që janë Borshi dhe Kanina. Kalojmë në kantieret në proces që kemi edhe këtu mjaft kompleksitet, që është ai i teatrit kombëtar, është Muzeu Historik Kombëtar, Muzeu Hebre në Vlorë dhe kalaja e Shkodrës për rihetëzim dhe restaurim. Kemi projekte dhe investime në proces, që janë Qendra e vizitorëve në Bylis, Qendra e vizitorëve në Butrind, Muzeu i Arbreshve në Vuno, Biblioteka Kombëtare e Re, Muzeu Etnografik Berat, Muzeu i Pavarësisë në Vlorë, 3 mini muze me tap që janë me gjetjet dhe shpëtimet e mbetjeve arkeologjike përgjatë gjurmës së tubacionit, të cilat mendohet të hapen në Korç, në Çorovod dhe në një prej zonave Oberat Ofier, financohen nga TAP dhe jemi duke komunikuar me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për të marrë një miratim për shpenzimin e një fondi në dispozicion nga TAP për të promovuar gjetjet në rastet e punimeve dhe të projekteve që ata kanë. Një marrëveshje e rikthyer në jetë nga ne dhe që kthen në vend edhe një pjesë të rëndësishme të atyre gjetjeve të cilat për shkak të këtij projekti madhor ka qenë nevojshme që të zhvendosen. Muzeu Besa në Tiranë, Kalaja e Beratit dhe Elbasanit, rihetëzim, çadër e re për cirkun kombëtar, kampet e restaurimit, që është një bashkëpunim i ynë me UNESCO-n në disa objekte, përmirësimi i eksperiencës vizitorëve në asetet e trashëgimisë të paktën në 10 site kulturore, sinjalistikë orientuese, unifikuar, digitalizim, imazhe virtuale e tjerë, restaurime dhe konservim. Kjo është një paketë shumë e rëndësishme, ku kemi restaurim dhe gërmime arkeologjike në Kalan e Gjirokastës, ku nisim përgatitjet për festivalin kombëtar folklorik të vitit 2027, restaurimin e manastirit të Devicjanit dhe ringritjen e konakëve, kishën e Shën Ilia në Lekël dhe Shën Dimitit në Senic, i mbaj mend situatat pas zjarreve të vjetshme, manastiri i Ungjillizimit në Valnistër, manastiri i Shën Mëris në Goranzi, ai i Mingulit, kisha e Shën Mëris së Drianit në Zervat, Teqja e Koshtanit, kisha e Shën Gjergjit në Roskovec, kisha e Shën Shergjit dhe Bakut në Imar, kulla e Turanit në Korç, një ndërhyrje shumë specifike dhe shumë delikate, ujësjellësi historik në Vranisht, në Vlorë, banesa e Oso Kukës në Shkodër, kisha e Kalas së Drishtit, pasarela në Kalan Lezhë, kalaja e Lipashës në Qesarat, ura e objekte të ndryshme në territor e pamundur t'ju vë këtu gjithë emrat sepse janë një numër i madh objekte të cilat po i shpëtojmë dhe po i rikthejmë siç duhet. Plani i konservimit dhe gërmimeve arkeologjike në amfiteatrin Romak të Durrësit, xhamia e Muradijes në Vlorë, ku fillon shumë shpejt ndërhyrja me mbështetjen e TIKA, itinerari i kullave, rihetëzimi i kullave monument kulture në qarqet Dibër, Shkodër, Kukës, Lezhë, një bashkëpunim i yni me GIZ, ku do të kemi shumë traditë dhe shumë zhvillim qëndrueshëm. Shpëtimi dhe rihetëzimi një pakete të objekteve monument kulture në qytetet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Berat dhe Lushnjë, duke ja kthyer komuniteteve në qendra kulturore dhe muze, bëhet fjalë për 22 objekte,
Dyfishimi i buxhetit të institucioneve të artë kulturës dhe trashëgimisë për kalendarin dhe bashkëpunimet, aktivitete dhe projekte, mirëmbajtje dhe konservim, këtu vetëm diçka për të thënë që nëse deri vjet ministria përballonte të gjitha thirrjet dhe ato të krijimtarisë në po themi aplikime dhe në zyrat dhe skrivanitë e ministrisë, ne si vjet do të bëjmë mundur që aplikimet sa i takon krijimtarisë sipas zhanreve, sipas gjithë disiplinave të bëhen pranë institucioneve artistike, për shembull për baletin dhe drejtorën e operas, për shembull për teatrit, për shembull për institucione të ndryshme, atyre institucioneve ku do duhet të rriten dhe përgjegjësitë dhe kapacitetet për të përballuar thirrje transparente për krijimtarinë dhe ku ministria duhet gradualisht të largohet sa më shumë nga procedurat të tilla, të cilat janë tepër subjektive dhe tepër të vështira dhe për ne në mënyrë që ne të fokusohemi në politika dhe reforma. Natyrisht, forcimi i mbrojtjes dhe zbatimit të drejtës autorit në mjedisin digjital, këtu jemi në një proces përputhje me aki të BE-s, për të garantuar shpërblim drejt online, modernizim të mekanizmave të licencimit, përfshirje të përdorimit ndërkufitar, për të përforcuar kapacitete politik bërëse dhe intensifikuar luftën kundër piraterisë. Riorganizimi institucional dhe këtu ka shumë natyrisht rreshta, por do të përqendrohesha tek Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, i njohur si IKTK, ku ne do duhet të integrojmë më mirë drejtoritë të trashëgimisë kulturore që janë tashmë në varësitë ministrisë, do të dalin nga varësia e ministrisë dhe do të jenë në varësi të IKTK-s për të bërë një maksimizim të forcave edhe këtu, duke ndarë pjesën profesionale të projektimit dhe pjesën e ndërhyrjeve, pjesën e ustallarëve, restauratorëve, pa pjesën që do të jetë e lidhur me projekte dhe me gjithë themi planifikimin me IKTK-n dhe duke përfshirë në IKTK, të paktën sipas draftit që ne po punojmë, edhe Qendrën Kombëtare të Veprimtarive të Traditës, edhe IKRTK-n që është Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, sepse këto janë pjesë komponent të natyrshëm të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe që funksionojnë shumë mirë së bashku, ku natyrisht e para që përmenda do të merret më shumë me trashëgimin jo materiale, ndërsa e dyta do të merret më shumë me regjistrimin. Para pak ditësh ju e pat vetë vlerën e regjistrimit në kthimin e ikonave kishës ortodokse, se sa rëndësi ka dhe se sa shumë objekte ka që ne me anë të operacione policore i gjejmë, por që kur nuk janë të regjistruar nuk dim as kujt ja kthejmë. Ndërsa në rast ato regjistrohen dhe ky është një proces që IKRTK ka nisur dhe po punon shumë mirë, me anë të qendrës EXPA që është një ndihmë edhe nga AADF, të rrisim sa më shumë numrin e regjistrimeve të gjithçka, koleksione private, pasuri të ndryshme të cilat janë mund të jenë edhe private apo mund të jenë të pushtetit vendor, të niveleve të muzeve dhe të institucioneve të ndryshme, apo dhe deri tek ato që ka Instituti i Arkeologjisë apo që janë në varësi të, po themi, organizmave që nuk janë thjesht në varësi të Ministrisë Kulturës, si fushë përgjegjësie. Mendojmë të krijojmë Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Pasurive Kulturore, do të jetë një punë e cila natyrisht do doj me siguri një konferencë shtypë më vete për ta diskutuar me ju dhe do ketë një proces dëgjese, një proces të mirë mendimit të këtij hapi, ristrukturimi i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë në një agjenci kombëtare të industrisë kreative dhe audiovizuale, dhe këtu po punojmë shumë me QKK-n, siç e njohim sot, pra me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, do të jetë një amendim i rëndësishëm në ligjin për kineman dhe do duan të japin shumë theks kohëve të reja, kohëve moderne, ku audiovizuali ka marrë theksin kryesor dhe ku sot digitalia dhe virtualia, pse jo, ka marrë shumë rëndësi në tërë këtë krijimtari që ka të bëjë me fushën e kinemas, po jo vetëm, këtu kemi dhe natyrisht lojrat dhe gjithçka tjetër që lidhet me produktet e audiovizualit. Kemi një shtesë të rëndësishme për të bërë në një ristrukturim të Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Këtu do të doja dhe unë të bëhesha pak më popullor në shprehje. Nuk mundet që të kemi me Shqipërinë e sotme, me nivelin e sotëm të kërkesës, me kalendarin e sotëm që ka TKOB, me nivelin e jashtëzakonshëm artistik dhe me, po themi, gjithë pritshmëritë që gjithë ne kemi nga TKOB, më pak punonjës, shumë më pak punonjës se sa çka qenë personeli dhe organika në kohën e Enver Hoxhës.
Kemi Galerinë Kombëtare të Arteve, ku punojmë për një plan menaxhimi dhe një strukturë të rishikuar në bashkëpunim me Maxi, që është një partner me cilin ne thuajse jemi binjakzuar tashmë për të bërë gati që me të mbaruar nga pikpamja infrastrukturore, vepra, ndërtimi dhe investimi i Galerisë Kombëtare të Arteve, të jemi, dhe puna ka filluar tashmë prej kohe, që të jemi gati për të filluar me programet dhe me gjithë pjesën e muzealizimit dhe me pjesën e menaxhimit dhe me gjithë trajnimet dhe me gjithë specializimet që duan për të menaxhuar një ndërtesë, një strukturë, një institucion i cili nuk ka asnjë lidhje me atë që ne lam brapa. Qendra e Kombëtare e Fëmijëve, natyrisht këtu kemi një punë shumë të madhe të nisur për një plan menaxhimi, ristrukturim me partner, me aktorë të rëndësishëm të botës së edukimit, të fëmijëve, të inovacionit dhe të gjithë praktikave më të mira rajonale edhe botërore, për të pasur dhe këtu një qendër e cila të mos jetë edhe një godinë e re, mos jetë edhe një shpenzim i jashtëzakonshëm. Është një nga investimet më të rëndësishme që ne kemi në tavanet tona, por që të jetë një sukses i plot dhe një administrim eficient dhe ashtu siç duhet për pjesën më delikate të këtij grupi interesi që janë, po themi, fëmijët tanë, dhe që natyrisht një menaxhim i gabuar dhe një pakujdesi në këto etapa mund të ishte me pasoja shumë të rënda për këtë institucion dhe për ata që do të jenë subjekti i këtij institucioni, që janë fëmijët, për artistët e rinj dhe të gjithë krijuesit e rinj. Muzeu Historik Kombëtar, një nga projektet më të vështira nga pikpamja infrastrukturore, kuptohet që do të jetë pjesë e një rishikimi total, një riorganizimi total, një rikonceptimi total, organigrame, strukture, një koncept i ri, një institucion i cili duhet të jetë sa i hapur për publikun dhe sa dinamik, aq edhe i specializuar për pjesën e muzealizimit dhe të historisë që ai mbart. Për reformën ligjore do të përmendja shkurtimisht miratimin e strategjisë kulturës 2026-2030, do të ndërhyjmë në ligjin e artit të kulturës dhe do ta bëjmë të gjë për të dalë me propozime sa më të mira për statusin e artistit. Ligji i sponsorizimit, kuptohet, është i donacioneve dhe i sponsorizimit, por ka një rëndësi të jashtëzakonshme si këtu, si në sektorin e sportit, sepse prek natyrisht në radhë parë këto dy sektor, bashkë me artin, kulturën, kuptohet, edhe trashëgimia nuk përjashtohet, dhe sportin jemi duke folur për sektorët të cilët kanë të bëjnë shumë me rinin, dhe kështu që ky ligj dhe kthesa historike që ne presim që ndryshimi i këtij ligji do të sjellë, në rast se ne do ta miratojmë ashtu siç Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit e ka kërkuar dhe dëshiruar, do të jetë një lajm i jashtëzakonshëm për sektorët në fjalë. Financimi i artit nga kursimi i tendereve është një tjetër mekanizëm, instrument që ne do të miratojmë së shpejti, që ne do të propozojmë për ta miratuar së shpejti, që ka të bëjë me një potencial deri sot të pashfrytzuar, të pa themi vënë re, nëse mund ta themi kështu, i cili nuk lidhet me librat dhe me bilancet e buxhetit të shtetit për momentin që këto kursime shfaqen pas një mbarimi procedure tenderi, prokurimi publik. Flasim gjithmonë për prokurimet të cilat janë të njësive, ministrive, të qeverisjes qendrore, pa përfshirë bashkim. Për t'ju dhënë një shembull, vetëm vitin e kaluar ne kemi kursyer pa përfshirë prokurimet e bashkive rreth 63 milionë euro, që është diferenca nga fondi limit tek fondi që kontraktohet me fituesin nga çdo institucion. Në përgjithësi këto prokurime bëhen në operatorin e prokurimeve të përqendruar që është OBP, por bëhen edhe nga disa ente tjera publike dhe bëhen edhe nga disa institucione të cilat e kanë me ligj që janë të autorizuar të bëjnë prokurime publike. Të gjitha këto së bashku, ky instrument do bëjë që të ketë në kohë reale një informacion i cili të japë një dividend në kohë reale muaj pas muaj, duke e çuar rreth 1/3 e këtij fondi. Ky është propozimi që ne bëjmë në një fond special i cili do të krijohet dhe do të jetë i mbartshëm vit pas viti, nuk do të ketë logjikën e mënyrës si funksionon buxheti i shtetit, dhe do të ketë një organizim special me një komision ndërministror, i cili do të jetë pastaj i administruar nga një zyrë pranë
sipas asaj që ne kemi propozuar Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, po kjo mundet të përmirësohet rrugës, në mënyrë që të kemi një energji tjetër, të kemi një mundësi tjetër, të kemi një alternativë financimi tjetër për artin, kulturën dhe sportin. Unë nuk e them dot me saktësi sot se cilat sektorë do të mbështeten, po jam i bindur që do të jetë arti dhe kultura dhe që ne kemi propozuar natyrisht që mund të mendohet që të jetë edhe sporti. Duke qenë se jemi në një situatë vështirë, po do ndalim më mbrapa. Dhe kjo është gati, besoj që brenda shkurtit duhet të jetë në sistem për mendime në disa prej institucioneve dhe do të keni lajme të reja shumë shpejt. Kemi normimin e komisionimit dhe leve për artin e hapësirat publike, do të marrë fund historia që secili vë opingën, a shënjën, a shijen, a ku diun skulpturën që ka zgjedhur t'i dhuroj ku diun fshatit, qytetit, komunitetit apo kujtdo qoftë me qëllimet më të mira ndonjëherë, po kjo histori nuk mund të vijojë dot më kështu. Hapësira publike, edhe pse mund të konceptohet si hapësirë në administrim të pushtetit vendor, në ato raste kur është në administrim të bashkive, nuk mund të jetë dot një hapësirë publike vetëm e atyre bashkive. Nuk mund të jetë dot një hapësirë publike vetëm e një vendimarrje e cila lidhet me një bashki përkatëse, sepse në ato rrugë, në ato zona, në ato krahina, në atë peizazh kalojmë gjithë, frekuentojmë gjithë, ne dhe ata që vizitojnë Shqipërinë, kështu që themi procedura për miratimin e çdo instalacioni, çdo vepre arti në hapësirën publike dhe çdo themi ndërhyrje në hapësirën publike, sa i takon artit, sa i takon instalacioneve, sa i takon beautifikimit të kryqëzimeve, të hyrjeve, të pjesës kryesore pra ku kalon pjesa më e madhe e fluksit të kalimtarëve, udhëtarëve dhe ku janë gjithë korridoret e transportit, nuk mund të jetë dot, por kjo edhe thellë, edhe në zona thella, edhe në zona ku mendojmë se ndoshta nuk janë në vit parë, do të jetë e rregulluar me një komision special i cili do të merret me miratimin e koncepteve, me konkurset dhe me financimin e këtyre veprave, të cilat për shkak të ligjit special për fondin special për artin dhe kulturën që sapo përmenda, do të kenë dhe ato një mundësi tjetër financimi, përveç atyre mundësive financiare që AZT ka tashmë akumuluar edhe nga taksa përkatëse e infrastrukturës që jepet AZT-s që është rreth 1%. Pra do të punojmë në disa nivele për këto instrumenta në mënyrë që ne ta rregullojmë përfundimisht të fenomen, pavarësisht respektit që mund të kemi për gjithë ndjeshmëritë, nuk mund të jetë dot një vend i cili muzeohet rastësisht dhe kthehet në një ekspozitë të shijeve kretrasore dhe pa asnjë lloj mirëvlerësimi dhe transparencë. Kemi ndryrën për ligjin e drejtë autorit, që është pjesë domosdoshme e ndryrës do bëjmë për konvergjencën tonë drejt Bashkimit Evropian. Kemi ligjin për librin dhe leximin dhe ligjin për bibliotekat, dhe këtu do të bëjmë disa rregullime. Ligjin e ri të kinematografisë dhe audiovizualit e përmenda për hir të agjencisë së re për atë audiovizualit dhe të industrisë kreative që duam të ngrejmë. Kemi dhe rishikimin e ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzet, ku na duhet të ndërhyjmë për të bërë ndryshime të rëndësishme për të ardhur në ditët tona, për të qenë në një hap me kohën dhe biles dhe për të dalë përpara shumë sfidave që ka sot në botën e trashëgimisë kulturore, menaxhimi, organizimi, strukturimi i të gjitha institucioneve që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe muzet. Kemi promovimin digjital dhe monetizimin, digitalizimin e arkivave të institucioneve të trashëgimisë dhe muzeve, biletimin qendror online, duke integruar të gjitha sitet dhe shfaqet në një platform, portal e tjerë. Ne kemi bërë hapur përpara me Jelbene për një pjesë të siteve, por do të kemi një investim të ri i cili është në proces dhe do të keni lajme së shpejti. Nuk po ndaloj tek marrëveshjet e shumta, po ta kalojmë tek rinia dhe sporti. Tek rinia do të kemi mbështetje të organizatave rinore dhe të rinjve me synim për fshirjen e rreth 25.000 të rinjve në 40 bashki në rang vendi. Do të mbështesim grupet jo formale rinore pa status juridik dhe pa veprimtari fitimprurse për herë të parë. Programin e talenteve rinore e fuqizojmë për të zhvilluar dhe promovuar talente në art, kulturë, edukim, shkencë, teknologji dhe sport. Mbështesim bulimin e kosove pjesëmarrje në aktivitete,
konkurse ndërkombëtare dhe shpërblime financiare për rezultatet e arritura. Do të investojmë në qendra të tjera rinore në Bashkëpunimin e Bashkisë edhe 5 qendra si vjet, me qëllim krijimin e hapësirave moderne për të rinj, programin kombëtar praktikave të punës, për të siguruar mbështetje financiare për 490 praktikantë të tjerë, duke fuqizuar të rinj dhe rritjen e mundësisë së përfshirjes tyre në tregun e punës. Kemi programin e mbështetur fal rritjes së kapaciteteve EO for Youth 1.6 milion euro që do të shpërndahen përmes hireve për 31 deri në 38 organizata rinore, fokusin e aktivizimit rinor, punësim, përfshirje sociale, sport dhe mirëqenie, veçanërisht për vajzat dhe të rinj me aftësi të kufizuara. Garancia rinore, një program tjetër 3 milion euro, garanton çdo të ri dhe të re që nuk është në arsim, punësim apo trajnim që të marrë ofertë për punë, shkollë apo trajnim brenda 4 muajve nga regjistrimi në zyrat e punës që janë ato të AKPA. Për sportin mendojmë që jemi në momentin më të mirë ku së fundi miratuam dhe aktin ligjore të ligjit të lojrave të fatit dhe kjo do të bëjë çështja mundur që të çlirohen dhe shumë prej atyre dividendëve që sporti do të marrë automatikisht me fillimin e funksionimit të praktikave, procedurave dhe të gjithë sistemit të lojrave të fatit, ku kuptohet dhe këtu unë fola më parë për sponsorizimet që sporti do të jetë një nga përfituesit kryesor në rastin e do të kemi miratimin e ligjit të sponsorizimeve me ato amendime që ne kemi propozuar. Fondet e alokuara në total për vitin 2026 për sportin janë 32% më shumë se viti 2025, mbështetje financiare si ndihmë shtetërore me fonde grant për 30 federata sportive olimpike dhe jo olimpike është rritur dhe financimi për organizimin e eventeve ndërkombëtare, megjithse e mira s'ka fund dhe që nevojat e sportit natyrisht janë të jashtëzakonshme. Unë kam folur përsëri me ta para sa ditësh, edhe publikisht, jemi në komunikim të vazhdueshëm. Do të bëjmë ç'është e mundur që me Koksh dhe me të gjithë aktorët kryesor, Federata Shqiptare e Futbollit apo me të gjithë aktorët e tjerë kryesor të sportit të kemi një ndërveprim shumë herë më aktiv dhe produktiv. Për vitin që jemi, kemi turneun e madh ndërkombëtar Kupra FIP Tour Platinum Cup, që është një turne ndërkombëtar i padelit dhe këtu e theksoj sepse ka patur dhe diskutime ndoshta në media, nuk është vetëm fjala për të bërë një tur sportiv apo një kampionat, por është një aktivitet i cili ka një tërheqje shumë të fortë vizitorësh, turizmi dhe krijon interes në sa herë që organizohet, në vendet që organizohet, pra krijon një vibe shumë pozitiv dhe duam që ta kemi në Tiranë dhe për këtë arsye kemi bërë dhe një marrëveshje të tillë, por të gjitha pajisjet, të gjitha infrastrukturat e këtij turneu i mbeten Shqipërisë, na mbeten ne, i mbeten aktorëve të padelit në Shqipëri dhe do të jenë në funksion dhe në dobi të rinjve sportistëve dhe komunitetit të padelit. Përgatitja institucionale organizative për kampionatin evropian UEFA U21 në 2027, pastaj kemi edicionin e 4 të ekipeve sportive në shkolla ku rrisim masivizimin, përfshihen mbi 12.000 nxënës, janë 826 ekipe sportive, shtohen disiplinat, shtimi i programit të reja të Fondacionit Dyra City Football me Rafa Nadal Academy, NBA Junior Academy dhe sjellim dhe Inter Academy Albania që kemi nisur punën si vjet për tu hapur në një zonë periferike të Tiranës. Investimet e infrastruktura sportive unë nuk po ndalem më gjatë, janë në një bashkëpunim në nivel shpesh bashki, institucione, ministri, korporata e investimeve shqiptare, disa prej stadiumeve si Selman Sërmasi në Tiranë, Niko Dovana në Durrës, Skënderbeu në Korçë, Flamurtari në Vlorë, e tjerë që do të sjellin natyrisht më shumë mundësi për aktivitete ndërkombëtarizim dhe forcimin e imazhit të Shqipërisë, vijimi i procesit për pallatin e ri të sportit Lore me Dora Stanrusi. Mendoj që këtu unë t'ja u jap fjalën juve, sepse nëse vazhdoj dhe më shumë do të jetë ndoshta